Rruga që sot mban emrin Tefta Tash Kokoço në Tiranë, në kohën e mbretit Zog quhej rruga e Ibri Herbert, pa gëzuar kësisojnë la vetë mbreti. Pa kush di diçka aktualisht për historinë e të huajt, që monarku e zgjodhi emrin e tij për një nga rrugët më të populluara të kryeqytetit, afër rrugës së Tabakëve. Pak fare pak në letrat shqiptare flitet për të, ndërkohë që edhe historianët e fushës ndjen deficitar në aq sa shfaqen aty këtu për këtë figurë të shquar, që ka mbrojtur çështjen shqiptare në ditët më të vështira të saj, pikërisht atëherë kur ishte në diskutim vetë ekzistenca e shtetit. Konti britanik Aubrey Herbert ka qenë një mik i madh i shqiptarëve. Ai e ka njohur nga afër si rrallë kush në të huajt Shqipërinë, e ka dashur me shpirt dhe është përpjekur shumë për lirinë e saj, aq sa edhe shqiptari më patriot. I lindur në fundin e shekullit të 19 në një familje me emër Aubrey Herbert, djali i kontit Carnarvon, u diplomua për historinë në Universitetin e Oxfordit dhe shërbeu për shumë vite në misionet diplomatike të Anglisë, fillimisht në Tokyo e Istanbul, mandej më shumë vende të Evropës. Në vitin 1910 është zgjedhur deputet në Parlamentin e Britanisë, mandat të cilin e ka mbajtur deri në fund të jetës. Në kohën e luftës së parë botërore shërbeu në ushtri dhe është pjesëmarrës në shumë fronte, si në Dardanele, Mesopotami, Selanik, Itali dhe ka mbajtur gradën kolonel. Kontributi i tij për çështjen shqiptare për herë të parë u shfaq në vitin 1912 kur krijoi në Londër Komitetin Britanik me anëtar të Dhomës së Lordëve të Komunëve, dietar e gazetar të shquar me qëllim për të njohur pavarësinë e Shqipërisë nga ana e konferencës së ambasadorëve në Londër në 1913. Ndërkaq në vitin 1914 ai virti zërin e protestës në Dhomën e Komunëve të Parlamentit të Anglisë ndaj krimeve mizore të bandave greke të zografit mbi popullatën shqiptare muslimane në fshatrat e jugut të Shqipërisë. Pak vite më vonë Aubrey Herbert krijoi një shoqëri anglo-shqiptare në qendër të së cilës ishte mbrojtja e anëretësisë dhe territorialitetit të vendit ku pati për krah të djathtë Edi Dulhamin, një njohës e ershme e Shqipërisë, që kishte udhëtuar disa janë troje shqiptare dhe ishte miqësuar me shumë vendas. Pas luftës së parë botërore, shoqëria që drejtonte konti britanik me destinacion Shqipërinë dhe shqiptarët vëzhgonte nga afër zhvillimet në Ballkan dhe ishte kanali kryesor ndërmjet të cilit informoi për zhvillimet në territoret shqiptare, qeveria dhe autoritetet e tjera angleze. Për herë të parë Aubrey Herbert e ka vizituar Shqipërinë në maj të vitit 1907, u rikthye sërish në vitin 1908. Për 3 vjet radhazi deri në luftën e parë botërore punoi pa u lodhur për kauzën kombëtare shqiptare. Në gusht të vitit 1912 vendosi të kthehet përsëri në Ballkan. Kishte mbetur pa vizituar Sanxhakun e Novi Pazarit, të cilën e quajti Tokë e Askujt, pushtuar nga turqit, mbajtur me plot rreziqe nga shqiptarët e administruar nga askush. Në shpërtimin e luftës ballkanike u rreshtua për krah Shqipërisë, e cila megjithëse u shpall neutrale u bë shesh lufte. Me luftën e dytë ballkanike Aubrey u bë pothuaj heroi i çerçisë shqiptare. U rikthye ristas në vendin e tonë në vitin 1918, por tani më si kolonel i shërbimit të zbulimit ushtarak britanik. Për kontributet e veçanta që demonstrojnë në mbështetje të çerçisë shqiptare, u propozua 2 herë për të qenë mbreti i Shqipërisë. Kërkesën e parë ja bëri vetë Ismail Qemali në maj të vitit 1913, gjatë konferencës për Ballkanin në Londër, sipas mbesës së Aubrey Herbertit, Margaret Fitzgerald, në librin biografik për gjyshin e saj, lideri shqiptar ka mbulte me këtë zgjedhje, duke u bazuar në faktet që Aubrey Herbert ishte kristian, por as ortodoks dhe as katolik. Ishte jo vetëm njohës, por edhe admirues i Islamit, i takonte aristokracisë angleze. Rasti i dytë, kur i kërkuan të bëhej mbreti i Shqipërisë sipas Margaret Fitzgerald, ishte në shtator të vitit 1920, kur qeveria shqiptare autorizoi Mehmet Konicën t'ia parashtroi përsëri kërkesën për të qenë në krye të monarkisë shqiptare. Në kujtimet e mbesës, por edhe ato të kontit Herbert nuk u përshkruan arsye pse nuk u realizua diçka e tillë. Sidoqoftë ai mbeti një mik i shquar i Shqipërisë dhe shqiptarëve, për të cilët ka shkruar edhe një libër ku shtjellon shumë çka nga koha kur ishte mysafir.